Procesi gjyqësor që ka nisur prej 2 vjetësh, ndërkohë që ka 5 vjet që ai Thaçi mbahet në burg, ka mbaruar atë marrjen e dëshmive nga akuza, pra rreth mos gaboj më shumë se 260 vet kanë dhënë dëshmi, disa të drejtë për drejtë, disa me shkrim nga të kërkuara nga akuza, dhe tani ka filluar në marrjen e dëshmive nga mbrojtja. Dhe i pari për tyre ishte ndihmës sekretari i shtetit, James Rubin. Ai dëshmoi qartësi në mbështetje të Thaçit dhe të komandantëve të tjerë të UÇK-s. Kuptohet qëllimi i tij ishte që lehtësimi i pozitës së tyre ligjore, duke i trajtuar ata si mos përgjegjës për krimet. Pra, nëpërmjet kësaj ne kuptojmë diçka, që krime ka. Po kush do ta mbaj përgjegjësinë për krimet? Kjo është tjetër gjë. Pra, a do jetë përgjegjës Thaçi, a do jetë plotësisht për Thaçet e tjerë, apo nuk do jenë? Kjo është do shikohet, pra. Pra, ai nëpërmjet atyre qëndrimeve që mbajti dje, vërtetoi këtë që krimet janë të faktuara pak a shumë nga gjykata dhe ai u përpoq që thoshte nuk është ky përgjegjës. Pra, edhe nëse ka krime, nuk është ky përgjegjës. Në fakt, kjo është një kërkesë që Thaçi, gjykata speciale është një kërkesë që Thaçi ja bëri vetes vet. Sepse ngritën një gjykatë speciale për të gjykuar viktimën dhe jo për të gjykuar agresorin. Një gjykatë të cilën nuk e ka ngritur Serbia, i cili është agresori, që ka vrarë 11.000 civil në atë konflikt, por e ngritëm neve sepse ne jemi ata më të dhe më mbas edhe më inferiorët në aspekt me politikën ndërkombëtare. Pra ne përplotësojmë çdo kërkesë që na vjen dhe kjo është një lloj pamaturie, jo pamaturie, por edhe një zemërgjërsie tepruar apo një tolerancë e tepruar nga politika shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por mbas edhe në Shqipëri. Pra, plotësimi i kërkesave pa kriter, i kërkesave të ndërkombëtare, kur ato të cënojnë edhe interesat e kombit tënd, kjo është... Kur ajo gjykata ngritmi raportin e Dik Martit që djej publikisht që ishte problematik i influencuar me dëshmi, po themi, të paragjykuara. Po edhe me gjëra absurde fare, transplant organesh në fshatrat e Burrelit. Ajo nuk erdhi si kërkesë drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi. Pra nuk u ngritmi pretendime. Po kishte një lloj presioni edhe nga aleatët, nga BE-ja dhe nga Shtetet e Bashkuara. Pastaj nuk ishte aq i rëndësishëm dhe aq mund të kalojë. Mirë, ajo që duhet të kenë parasysh, pra problemi i politikanëve tanë dhe i qëndrimeve tona është sepse neve nuk funksionojmë në bazën e reciprocitetit. Nëse e njëjta gjykatë është ndërtuar për shqiptarët, e njëjta gjykatë duhet ndërtohej edhe për serbët. Serbët ku i gjykuan ata? Disa i gjykoi ajo ish gjykata Tribunali i Hagës për krimet në Jugosllavi, disa me kokrat, me gishtat e dorës, edhe një 4-5 veta i dënoi Serbia me një gjyq atje në... Po të cilët janë rehabilituar tani, janë futur si pedagog në për universitete, kështu që... Pra, e njëjta gjë nuk ndodhi për Serbinë, që ka vrarë kaq njerëz. Dhe për 200 krime, 100 apo 200 krime që bëhet fjalë në Kosovë, që shumica atyre janë rrahje, apo që themun ca dëbime, ose
që gjithsesi nuk duhem të justifikojmë sigurisht. Dhe disa prej tyre janë vrasje. Për kaq pak krime ngrihet gjykata, ngrihen dhe dënohen dhe mbahen 5 vjet pa dënim mbahet presidenti. Presidenti i një shteti. Presidenti i një shteti mbahet 5 vjet pa marrë vendim. Megjithatë, mbajtja e tij kaq gjatë dëshmon dhe diçka tjetër që ka prova dhe fakte të tilla që atë e mbajnë brenda. Pra, për të parashikuar le të themi përfundimin e procesit, mbajtja... Ti mendon që ka, po them. Mbajtja ka gjatë, ka dy gjëra që të bën të mendosh në mënyrë tillë. Mbajtja ka gjatë, një, dhe dyta edhe vetë deklarata e James Rubin tha, ky s'ka përgjegjësi. Këta nuk kanë përgjegjësi, tha se nuk ishte komande e centralizuar e mirëfill. Dhe deri diku ka të drejtë dhe të vërtetë. Sepse aty ka pas dy ushtri, nuk ka pas një UÇK, ka pas dy UÇK, forcat e Bukoshit, Bujar Bukoshit, Rrugovës. Farku, quheshin. Dhe nga krau tjetër edhe UÇK. Po të dy të njëjtin emër kishin kështu zyrtarisht, UÇK quheshin. Dhe përveç këtyre dy ushtrive, kuptohet që nuk ka pas një funksion aq shumë të nuk ka qenë centralizuar komanda. Megjithatë, deklaratat e James Rubin ishin deklarata të përgjithshme. Pra përpjekje për shmangjen e përgjegjësisë së drejtuesve të UÇK-s. Po se çfarë janë deklaratat e dëshmitarëve të tjerë, do presim të shohim. Do presim të shohim. Për të ardhur se ato deklaratat mund të jenë specifike, mund të jenë prova të pakundërshtueshme dhe ajo pastaj do shikohet. Për ta mbyllur këtë pjesë, e dëmton kjo, u themi UÇK-n, dëshmia e James Rubit për mirë. Pra ajo erdhi për mirë dhe nuk e dëmton dëshmia. Shqiptarët në përgjithësi janë mirënjohës atij. Pra në Shqipëri janë vërtet mirënjohës për një farë, po themi dhe kështu, si me thënë, me qenë kavalierë, e kupton, me thënë, a i vërtet dha një dëshmi që i të çliron nga ajo barë e akuzave të cilat në masën më të madhe ne i konsiderojmë të padrejta. Por, duke bërë këtë të mirë, apo dëmton kontributin e këtyre liderëve? Shiko, çfarëdo që të ndodhi, çfarëdo që të bëhet, ajo që është bërë nuk zhbëhet më. Këmbgulja e popullit shqiptar të Kosovës për pavarësinë e tyre rezultoi në një luftë të tillë e cila u drejtua apo nuk u drejtua nga një person apo nga persona të tjerë, rezultatin e ka dhënë. Pavarësia e Kosovës është kryer dhe është bërë dhe nuk shpëhet më. Për ta shbërë atë, duhet po prap gjak, qartë, luftë dhe dhunë. Që në një periudhë të afërt nuk e shoh shumë të mundshme me gjithë dëshirat e Serbisë për ta bërë atë kur t'i jepet mundësia e parë të një destabiliteti ndërkombëtar. Pra, çfarëdo vendimi që të merret në Hag për drejtuesit e UÇK-s, ajo nuk shpëhet. Çfarëdo vendimi që të merret atje, epopeja, le të themi, legjendare e UÇK-s, e Adem Jasharit dhe e herojëve të tjerë që kanë dhënë jetën, nuk shpëhet më. Edhe nëse dënohet apo nuk dënohet. Qartë. Nga krau tjetër duhet kemi parasysh një diçka të rëndësishme. Drejtësia në Hag nga ne është parë si një lloj lufte ndaj UÇK-s, ndaj luftës së UÇK-s, pra ndaj një lloj padrejtësie ndaj luftës së UÇK-s, dhe mund ta shikojmë të tillë, por ama ka dhe një aspekt tjetër brenda saj. Në hetim janë dhe një numër i madh vrasjesh ndërmjet shqiptarëve. Pra, vrasje le të themi politike apo larje e sapës ndërmjet dy UÇK-ve. UÇK-s Thaçit dhe UÇK-s Rrugovës.
Pra, ne kemi disa njerëz që kanë dalë për liri, për të luftuar për liri, mi po janë vrarë nga shok, nga bashkëkombasit e tyre. Në qoftë se kjo është e vërtet, që ka pas dyshime të tilla dhe pjesë e hetimit është edhe kjo, atëherë drejtësia duhet bëj punën e vet. Në qoftë se babai i një luftëtari TUÇK-s, në qoftë se fëmia e një luftëtari TUÇK-s e ka babain e tij në varr dhe ai është vrarë në Shqipëritë e medreseja, siç është Ahmet Krasniqi, ministri i mbrojtjes Kosovës, apo edhe njerëz të tjerë që janë vrarë brenda territorit shqiptar të asaj kohe, po edhe në Kosovë. Dhe sidomos mbas qershorit të 99-s që pothuajse çdo një javë, 2 javë unë mbaj më të mirë atë periudhë, për mos thënë edhe çdo një javë, 2 javë vritej një deputet, një figurë e LDK-s Rrugovës, dhe nëse ka pasur krime të tilla që kanë qenë, atëherë drejtësia duhet bëj punën e vet, neve nuk kemi nuk mund ta ndalojmë këtë gjë, se është një lloj lufte vllavrasje që standardi i kësaj duhet vendos, nuk heqim dot standardin e drejtësisë për arsye sepse këta kanë bërë vepra të tjera të mira. Qartë. Sepse babai im është babai im. Babai atij shqiptarit vrarë është babai atij ai që është vrarë. Qartë. Kështu që unë gjithsesi ne urojmë që gjitha ato të rrezohen dhe mos jenë të vërteta. Absolutisht. Dëshira më e madhe është e tillë. Absolutisht. Megjithatë, se si do përfundojmë, do të shohim procesin. Duhet të jetëm tek çështja e fundit që ka të bëjë, ti përmende një fjalë kur the për masa të tilla të ndërmarra si punoj gjykatës speciale. Reciprocitet. Është një politikan në Kosovë i cili është përpjekur që ta aplikojë këtë çështje e reciprocitetit në marrëdhënie të brendshme dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, Albin Kurti, kryeministri aktual në detyrë, i cili ka marrë si rrjedhoj e kësaj, po themi, sanksione dhe masa shumë të forta ndërkombëtare, po themi në raport me marrëdhëniet që ne kemi me aleatët tanë ndërkombëtare. Fundit është ndërprerja e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një masë e cila është parë nga opinioni publik në përgjithësi me ato divergjencat e veta, po në përgjithësi si pasojë e veprimeve, po them, refraktare të Kurtit muajt e fundit. Si e ke lexuar ti gjithë këtë histori? Reciprociteti është bazë e rëndësishme drejtësie, bazë e balancave, dhe e bën kush e bën Kurti apo e bën dikush tjetër, është le të themi domosdoshmëri. Shiko çau kërkohet shqiptarëve. Shqiptarëve u kërkohet që të bëjnë asociacionin e komunave serbe, pra të ngrenë një lloj mini shteti autonom, një shtet autonom serb brenda Kosovës. A u kërkohet e njëjta gjë serbëve që ta bëjnë atë ndaj shqiptarëve? Të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit? Jo, sigurisht që jo. Ndërkohë që shqiptarët atje kanë luftuar dhe me armë në ato troja dhe kanë bërë dhe një marrëveshje të mëvonshme, dhe prapse prap atyre nuk u kërkohet kjo gjë. Pra çfarë është kjo? Është e drejtë apo e padrejtë? Fundit kjo është e padrejtë. Po ta kërkojnë aleatët. Shiko, ne s'mund të jemi aleatë, ne s'mund të jemi ndërkombëtar. Ne kemi interesat tona, ne s'jemi dot Amerika.